إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Të gjitha falënderimet, madhështia dhe adhurimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Atij nënshtrohemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë njeri që Allahu e udhëzon nuk ka kush që e devion, ndërsa kuj ja thën qafën Allahun nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë dhe besojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashoq. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam është rob dhe I dërguar I Allahut, vula e profetëve, më I miri ndër gjithë profetët, alaihimus salam, për të cilin pejgamber dërgojmë salavate dhe selame të përzemërta. Pastaj uratat, shpëtimet, begatit të mirat ja urojmë dhe familjes së Tij të pastërt, shokëve të Tij besnik dhe trima, dhe gjithë besimtarëve që punohen me punue me Kur'an dhe sunnet sipas menhegjit të parëve tanë të mirë deri në ditën e fundit. Fillimisht, hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam I cili veç se u cituan nga hoxha Lukman, Allahu e ruajti dhe shëndet, kush nuk I falënderon njerëzit nuk e ka falënderuar Allahun. Andaj pas falënderimit ndaj Allahut azza wa jalla falënderoj edhe hoxhën, kryesinë e xhamisë dhe gjithë juve që gjindeni në këtë vend e që pak qaste inshallah do të bëni sabër me ngua disa këshilla për kujtime për mua dhe për juve. Pa të më taku një herë një hoxh në Saudi është tash imam në harem. Aso kohë para afërsisht 14 vjetë na ka dhënë mësim në institutin e gjuhës arabe në Ummul Quran Mekke. Emri I tij është Hasan Bukhari, hafidhahullah, Allah e rujt. Edhe I tham, pse s'po na I fol një hutbe para një profesorit që ishte në moshë më I madh e me ilme me tonat. Tha ju, tha se prej edebit të talebeve është, kur është hoxha më I madh, talebet me ngu jo me fol. Po kanë ndruhe qadrat, kanë ndruhe sapët, inshallah ne I bon halal hoxha. Të nderuam, sikur më u pas koordinu, e dëshmitar është Allahu që s'kena pas kur far koordinate me hoxhën, pak a shumë të njëjtë kemi temën, veç në formën apo në mënyra të ndryshme me atë çka e ka fol hoxha në kursi. Thot Allahu në Kur'an I Kerim, Alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falenderojmë Allahun I cili na I largoi brengat. Momentin kur gjykimi I Allahut azza wa jall do të vendos me drejtësi absolute e me rahmetin e Tij të pakufishëm se kush prej njerëzve ibadetxhi ka me hyrë në xhennet,
prej të parave falënderime që kanë me ndodhë në xhennet prej banorëve të xhennetit është që kë. Faleminero Zot që na heke gajlet. Kjo dynjë krejt gajle është. Dikush ka gajle me evladë, dikush ka gajle në vetën e tij, dikush ka gajle në rrethin familjar, dikush me punë, dikush me idare, dikush secili gajlet ndryshme. Amo premtimi Allahut Azza wa Jalla është për banorët e xhennetit, nuk do të ketë brengosje as frikë, as dëshpërim, as mërzi. Pra këta i thojnë, Alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falënderimet i qofshin Allahut i cili na i largoi brengat. Është një prej dhuntive të Allahut Azza wa Jall që jena ummet i Rasulullahit alayhi salatu wassalam, e kena ummet që i madhi Allah Jalla Jalaluh me rahmetin e tij, jo me drejtësinë e tij, po me rahmetin e tij, masi kuhmi, masi llogarismi vetët tona inshallah prej ummetit Rasulullahit alayhi salam, kena ummet që ka me na mshiru Allahu, e ka me na bo banor xhennetit. E atëherë, po që se Allahu na bon banor xhennetit, kanë me na u kujtue që të fjalë që ka po i folmi tasht, kanë me na u kujtue që të përkujtimet për vetën time dhe për juve se fjalët e para të banorëve të xhennetit për falënderim ka kanë qëto, faleminero Zot që na heke gajlet. Në çfarë grada arrin sa që e merr, thot profeti alayhi salatu wassalam, e merr një prej robëve që u sprovu më shumë ti në dynjë, nuk ka me të sprov pa ju kanos atina, kur ta vet në xhennet Allahu thot, a ke hek në herë thot kur? Pi kur ma ke fol shpirtin ja rab, kur s'kom hek, daj ma jëm knaq. Prej knaqësive të mëdhaja të xhennetit, krejt të kalumen e hidhën e harrën. Tem e posaçme e gjatë mund me kaluën në retorik përveç mësimeve të rregullta që i keni në xhami. Një prej njerëzve që Allahu Azza wa Jalla ka livdue përmes Gjibrilit, një prej rasteve është Khatijja radhiyallahu anha. Njëherë është konë të ja afru dhe ushqim Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka ardhur Gjibrili Rasulullahit alaihi salam edhe i ka thonë, ja Rasulallah, po i qënë selam Allahu Khatijës, edhe unë po i qëj selam, se në xhennet tu kanë req një pallat prej xhevaherve. Kush i bën hizmet kujna? Rasulullahit alaihi afdalus salat. Na mujna atina drejt për drejt, jo, në mënyrë të rthorazi, po, duke e zbatue sunnetin e Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke e mbrojt sunnetin e pejgamberit alayhi salam, edhe duke ringjall sunnetet e harruara, që ka shumë. Prej sunnetit selefëve është konë se kur dikush e ka shoh Rasulullahin alayhi salam në sytë e tyre, ata ja kanë shky gojën. Prej sunnetit të hershmëve, kur dikush i ka bojë rysh Rasulullahit alayhi salatu wasalam, qoftë verbalisht, pra me gojë, qoftë me dhunë, me dorë diçka, ata janë kanë gjendje copa me kashore me bo. Se e kanë dashur hakikat Rasulullahin alayhi salam. Dashnia e tyne për Muhammedin alayhi salatu wassalam ka fark, ka dallim shumë me dashnin tonë për Muhammedin alayhi salam. Neve na përqeshet, na shohet, na fyhet Rasulullahi alayhi salam, hala na rrim të njëjtën tavolinë. Fort mirë nuk e ditë për ku peqes. Se Ilirida, Pollogu, Dardania, Shqipnia, Çamria, Teton, Malësia e Madhe, Teton janë atroje shqiptare. Kështu Zoti na ka vol, nuk ja kena morë me zor atij as kërkuj. Andaj krejt një brum jena. Edhe alhamdulillah krejt jena shumic absolute ummeti Muhammedit alayhi salam. Amo ummeti vdekun. Me dal një cërnagor, po i thëmë gjuhën e ti.
edhe me na e shonër sy 5 milion në autoktonëve Resulullahin alayhi salam, edhe na me shti kryt në sjetlla, mata Muhammed, mata ummet. Si vdiq Muhammedi, vdiq edhe ummeti. A si burra, të na për fatkeq, gati se s'kan mit. Ose ka e se kan një halo. E inshallah e një në dalin. Por mos me vazhdua shumë me këtë retorikë se po gjykohna për nxitje. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i pas ka bo hizmet disa vite gruaja e tij. E ka borxh hoxha se e ka burr. Mirë ajo 2 herë borxh e ka pos, një që e ka pos burr, një herë që dytën herë që e ka në Resulullah. E aq mirë i ka bo hizmet sa që Allahu po i çon selam. Vallahi nëse e mbrojna na, nëse i bojmë hizmet na sunnetit Resulullahit alayhi salam, haditheve të tij, pëlqimeve, miratimeve të tij, edhe neve na çon Allahu selam veç se Xhibrili morte na nuk zbret. Se s'është Muhamedi alayhi salam. Ju kujtohet fort mirë kjo, ilahia është hala në mod të shakon aty në njën e asaj pëmë. A pe dini shka i kanë thonë sahabët aty pejgamberit alayhi salam? A veç ilahien e Ademit e mani men. Aty ja kanë thonë besën sahabët që na, familjet tonë, evladët tonë, pasunia jonë, krejt kena mushkri për ty. Me bo pahiri, me vetë, cilin dush prej neve, apo vjen, filon venin me mbroj dinin e Allahut, më kanë metë edhe një 30 thas grën në ora, pa ishtin që ata nërmloj s'moj haqo. Se na me ata dalojmë shumë, me konë, me seleft, para rendësit tonë. Imani i tyne, u konë në vepër, ata janë konë Kur'an që hecin. Te Kur'ani, alhamdulillah, prej pikave që i këm shkru. Hajdini më vllazni që ka njeri që din Kur'an me lexu arabisht edhe një ditë pardje, ditën e mërkure, e më ka thonë mu e personalisht që 4 muaj hoxha thasun e kom shfletu Kur'anin. Zemra mu ka kollë. Na jena ummet, ajo pi mesit tonë nuk është pi Kilimanxharit, as pi Kinës, pi neve është. Na jena ummet që e kena lonë Kur'anin, e po folmi për sunnet. E kena lonë librin e Allahut azza wa jall, s'lexojmë hiç, s'najnin. Ai dishka i bie 4 muaj mos mozatet me librin e Allahut. 4 muaj, zemra jote mos mu qetësu me dhikr të Allahut, me Kur'an gjithësisht. I bie sikur një shtëpi me lon 40 vjet vet, kur të hish mrena çfarë ere vjen. Çfarë marimonga në kriju aty. Çfarë tmerri e katastrofe. Çashtu zemra muslimanit bëhet nëse i largohet leximit Kur'anit. Lexoni Kur'an se pasha Allah na ju pështon. Lexoni Kur'an, mësoni kush nuk dini. Keni janë opoj, keni hoxhallare hafuzaja, mos dalët më. Mësoni Kur'an, po hoxha i kombo do vjet s'marrok, ta rok. As një për sahabëve, apo shumica absolute sahabëve, përmi 40 vjet i kanë posë kur e kanë mësu Kur'anin. Pse s'ta rok ti 25 vjet? A më pritesa në ka hinë gjak. Pse? Se i na bo rëb dënjos. Kjo është defekti. Së është defekti se mosha. Jo mëre jo. E kom një xhamatli, atje ku shërbej tash imam në rajnë në Gjermanisë, i ka 68 vjet. Në muajin Ramazan e ka nis Kur'anin me mua me mësue. Mas Ramazanit është ka një hoxh tjetër, kur kom rrione, a i lexoj ke me të gjvid. E tash është një hoxh i Shkupit, Allah e rujt sulën, është të shërbyje me përpikmëri dhe me zella tjenë Kur'an dhe në sunnet të i thirë njerëzit. Pra, dine mirë, se nuk ka faj mosha, veç vullneti. A ki vullnet, pasha Allah unë mëson. Njëherë, Omeri radiallahu anhu, a i laqi i kufarve. Pse po thëm i laqi i kufarve? Gjithësisht i shiave, rafidhat, hala në hareme nuk hin ka hdera e Omer ibn al-Khattab. Pse se thonë se dojmë ato? Edhe për zdek mi dreqi i tutet atina. Radhiallahu anhu. Njëherë Omeri u konë në hytbe, edhe qysh u konë të ligjeru, u këthyje ka dritarja e gjamisë edhe ka thonë, ja Sarije, Gjibel, o Sarije, moli,
o sari e mali, në kupqilës ka brit. Edhe njerëzit kanë shujt, po folë Omeri edhe plus në hytbe. Krejt kanë mojt qëtësi. Në fund hytbe se tha, shka u bo? Tha vallohi, tha filon ekspedita ushtarake jonja, tha janë të luftu me një vend, tha merdh që ashtu inspirim në zemër, tha me thonë, o saria, o komandant filoni, mali dhe me pështet ju malit. Mas një muji, kalzojnë, ata shka jënë konë me ta, transmitimi sakt. Mas një muji u këthy lajmëtari i parë, i asaj ekspeditës ushtarakët muslimanve dhe thojnë se në filon ditën e gjumohu konë, jena konë të hup pi qafirav në luft, në ka ardhë zoni Omerit, shumë largë o vlazni. Në ka ardhë zoni Omerit që po thot pështet jo një malit, vallaj tha e kena nguat zonë, kena shku jena pështet për mali edhe i kena mujt qafirat. Ajo konë Omerit që dreqi si karo për një u dhe me to. A na jena baksuzat që dreqi ka hinë neve. Dalim shumë i madhë. Me to, shejtoni s'ka guzu muzatit. A na e kena në sofer, e kena në shtrat, e kena në gjep, e kena në këmish, e kena kudo. Pse? Punët e na jena tu i bu. Dvazhdushme. Allah i me ju me të kama na përmirësu. Nuk na përmirëson Allah nëse na nuk i qelë misyt. Nëse na nuk janë isme me përmirësu vetën tonë. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, edhe kjo është e funit për ndërgjegjësim për neve, se në çfarë kushte super luksoze jena të jetue. Kur them super luksoze, cili prej neve s'ka spoku për një muj harç të shtëpia. Del Ebu Hurajra unë të pi shtëpie. Ebu Hurajra është njëri ndër transmetuesit më të mëdhej të haditheve të pejgamberit alayhis salam. Del unë shumë pi shtëpie. Jo që u konë të ninu, s'ka pas shka me hongër. Kur del prej shtëpie, thot, i pasën është Ebu Bekri, po shkoj peves dishka për një ajet kuranor, për një mesele, e nashta e merr vesh për shka ku më shku e mjep dishka me hongër. Shkon të Ebu Bekri, e vetë për qatë dvetme, i përgjigjit edhe më shil derën. Nuk e mor vesh Ebu Bekri për shka shkoj. Hajta po shkoj të Omeri. Shkon të Omeri, thot me ymit, ky ka mu më kuptu. Ja bon të njëjtën pyetje, jo që se dit ke Ebu Hurajra. Nështë edhe ma mirë se ata dy që i përmena. Po kishke qef mos pe dikton që është und, e po jep pak buk. Buk s'kan pas sahabët, dinin e kanë mojt. Buk s'kan pas sahabët, nuk kanë pas barkët ngit, shumicën absolute të jetës tyne, e kanë mojt dinin. Veç pak pandemia na i likuni eshnat, hela o që bonëm. Kur shkon të Omeri, i përgjigjet edhe Omeri jam shil derën, se kupton asaj. Shkon të Resulullahi alayhis salam. Ja kërset derën, momentin që ja kërset derën, hajde thot mrena Ebu Hurajra. Hajde thot inshallah kur t'him mrena ka najsen me hongër e me pi. Ngën e mirë, shumë mësime nxirren pi këtu, njëri prej mësimeve është musafirin me prit mirë. Nuk vjen me kërkush me ta hongër këtë mogjën. Prite me mirë, me i bardakuj, me i kafe, me një shka do koft let, po prite mirë me qeret mirë. E sidomos gurbetçar tash janë. Se cili prej gurbetçarve kanë edhe çumë zbleta që me bollokë, krejti kanë. Vinë këtu me na po neve vendin e tyne. Me dy vatana janë ata. Hinë mrena pejgamberi alayhis salam bashkë me Ebu Hurajrën, edhe e sheh një enë tas i vogël, nashta gjys litre, me tomël. Edhe i thot Ajshës, Ajshë, shka unë kjo qumsht, thot ta kanë pru hedije, se sadak edhe zeqat, Resulullahi alayhis salam s'ka pas drejt me pranu, hedije, dhurat po. Thot, a ne kanë pru e hedije me të vërtit, thot, poja Rasulullah. U këthy, po i thot Ebu Hurajrës. Resulullahi alayhis salam po i thot, shko thirrja edhe ata qertë shka ket ull në hijet duvarit xhamis undë. Krejt ata shkaket. Ebu Hurajra po thot vetë me vete, haj me det. Unë jo mund për veti, këtu ku ka një tas tomël, haj së mdel viç mu, e kjo po thot thirë kejt po. Masi po thot Resulullahi alayhis salam po shkoj. Shkon edhe i thirë, thot hajdi se na ka thirë pejgamberi alayhis salam në drek. Me bon, e me i thirë na musafir, pa i kalzu të shpia, grove tona, pi shpije na qesin.
Shkojnë të Resulullahi a.s. Kallabllak, thuhet me një transmetim 9 vetë. Po edhe nëse veç 2 ju në konë, apet shumë është mungi me një tas tomël. Henëm, thot Ebu Hurajra, henëm të shtëpia pejgamberit a.s. ja dha të parit, piti teri sa ungi, ja dha dytit, piti teri sa ungi, vazhdoj kështu me rodh teri sa merdreni mu edhe më tha pe Ebu Hurajra, tha e mora pita, tha unola, tha më tha pe Ebu Hurajra, tha pita halo, tha se isha unë, tha unola, tha pe Ebu Hurajra, tha apet pita, tha për skati po thot pe, tha vallahi tha ju mia Rasulullah, tha e mor, tha edhe piti ja dhaj. Mu'jiza. Mrekullie, ndër mrekullit e Resulullahit a.s. Këtu nxjerr një mësime se cili me kutin e juve, nxjerr një mësime plot për i kësaj, inshallah, po mësimet ndër më të mëdhajat të kësaj ligjërate është se bereqeti është të njerëz të mirë, pra të Resulullahi a.s. bereqet ka të njerëz të mirë, edhe neja me njerëz të mirë sjell bereqet, pastaj musafirin me prit mirë, e pastaj nuk është prej edebit me amshel derën atëherë kur është nxorr dikush, përveç se sikur në këtë rast nuk e kanë ditë Ebu Bekri edhe Omeri me pas ditë që unë Ebu Hurajra të dy t'i kishin thonë me hongër, po se kanë ditë. Ama Muhamedi a.s. qysh e diti? O burra i ka fol me Allahun. Te ai Gjibrili u kon, hënë don musafir, të i pru shpallje. E lusë Zotin Dhul Gjelal me na forcu e kom të tona në rrugën e tij. Allahe na i falë kusuret tona, Allah na i ndriçoft menjet edhe zemrat tona, Allah na i mundsoft me jetue me Islam sipas Kuranit edhe Sunetit në menhexhin e të parëve tanë të mirë, Allah na i mundsoft që edhe me dal prej kësaj dunjoje me fjalën e tauhidit duke thënë la ilaha illa Allah wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.